Në një kohë kur Kosova po përballet me një situatë të pasigurt politike dhe institucionale, mungesa e formimit të një qeverie të re ka nxitur spekulime dhe diskutime për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Pas zgjedhjeve të fundit, ku qytetarët shprehen me votë vullnetin e tyre për një të ardhme më të sigurt dhe më të qëndrueshme, partitë politike vijojnë të jenë të bllokuara në bisedimet për krijimin e një koalicioni qeverisës. Dështimi për të arritur një marrëveshje ka sjellë një krizë politike që tashmë ka prekur çdo shtresë të shoqërisë. Dështimi për të formuar një qeveri pas zgjedhjeve ka shpërfaqur një ngërç politik që mund të çojë në një krizë më të thellë, kur një koalicion nuk arrihet, ndërpriten proceset e rëndësishme të vendimarrjes, si miratimi i buxhetit dhe nisma të reja për zhvillim ekonomik. Nëse ky ngërç vijon, mund të lindë mundësia e organizimit të zgjedhjeve të parakohshme. Ky mund të jetë një shans për qytetarët që të shprehin sërish vullnetin e tyre, por gjithashtu do të sillte edhe më shumë pasiguri për ekonominë dhe shoqërinë në përgjithësi. Një nga faktorët që po e bën akoma më të komplikuar formimin e një qeverie është diversiteti i thellë politik në vend. Aftësia për të gjetur një konsensus mes partive politike, të cilat shpesh janë të ndara në ideologji dhe interesat e tyre të ngushta, është një sfidë e madhe. Për më tepër, mungesa e besimit mes aktorëve kryesor të politikës në Kosovë ka bërë që negociatat të jenë të ngadalta dhe të pasigurta.